Kosova sot është në fest. Kryeqyteti është dekoruar me flamurin e shtetit të Kosovës, me flamuj kombëtar, si dhe të vendeve që e kanë njohur Kosovën. Shumë qytetarë tashmë kanë nisur të festojnë 5 vjetorin e shtetit të Kosovës, por edhe për qytetarët e Vlorës kjo është një datë e rëndësishme, ndërsa nëpërmjet televizionit real përcjellin urimet më të mira për vëllezërit nga Kosova. Qytetarët e Vlorës urojnë jo më një Kosovë të pavarur, por një Kosovë krah Shqipërisë si pjesë e Bashkimit Evropian. Ju urojmë të gjithëve ta gëzojmë pavarësinë. Urojmë të fest madhështore që fitojmë me shumë gjatë dhe shpresojmë të ecë si përpara të futet në Evropë bashkë me Shqipërinë dhe të bëjmë pjesë e Evropës. Gëzuar dhe ta festojnë festën e pavarësisë edhe ne bashkohemi edhe solidarizojmë me gëzimin edhe me dëshirat e tyre. Prandaj ajo nuk është vetëm festa e Kosovës, por edhe gëzimi edhe një region, se jemi një popull, një kombë. Unë përshëndes ju që hapni një drejtare të re. Dhe për gazetar kam patur, kam dhe do të kem respekt sinqerisht ashtu. Po unë them edhe atyre u dërgoj mesazhin tim ta kalojnë mirë dhe 100 vjet tjera. Por që tjetra të jesh shumë të kujdesshëm që ta mbajnë atë pushtet që kanë. Kosovarët dhe gjithë popullin shqiptar, urim më të mirë nuk ka, të jenë sa më të bashkuar. Një kënaqësi e madhe kur festojmë këto përvjetoret. Kosova realitet është shtet dhe shtet i pavarur që do të zë shumë shpejt vend në Europë. 17 shkurti shënon një datë të veçantë për mbar popullin shqiptar, sepse shënon materializimin e përpjekjeve shumë vjeçare të popullit kosovar për arritjen e sovranitetit.